Dua Lipa e trembur, kërkon mbrojtje nga inteligjenca artificiale. Më shumë se 400 artistë dhe figura të njohura të industrisë kreative britanike, përfshirë Elton John, Dua Lipa, Paul McCartney, Coldplay, Ian McKellen dhe Florence Welch, kanë nënshkruar një letër të hapur drejtuar kryeministrit Keir Starmer, duke kërkuar mbrojtje të fortë ligjore ndaj përdorimit të paautorizuar të veprave të tyre nga kompanitë e inteligjencës artificiale. Letra paralajmëron se propozimet aktuale në projektligjin për përdorimin dhe qasjen e të dhënave mund të lejojnë kompanitë e teknologjisë të përdorin materiale të mbrojtura nga të drejtat e autorit për të trajnuar modelet e inteligjencës artificiale pa lejen e krijuesve. Përveç nëse këta të fundit zgjedhin të përjashtohen nga ky proces, një mekanizëm që ende nuk është qartësuar. Artistët mbështesin një amendament të propozuar nga baronesha Bibën Kidron, i cili do të kërkonte që zhvilluesit e inteligjencës artificiale të zbulojnë se cilat vepra të mbrojtura janë përdorur për trajnimin e modeleve të tyre. Ata argumentojnë se mungesa e transparencës dhe përdorimi i paautorizuar i përmbajtjes krijuese mund të dëmtojë të ardhurat e tyre dhe të minojë pozitën e Mbretërisë së Bashkuar si një fuqi kulturore globale. Në përgjigje, një zëdhënës i qeverisë deklaroi se po shqyrtohen masa që do të mbrojnë si industrinë krijuese ashtu edhe sektorin e teknologjisë, duke theksuar se nuk do të bëhen ndryshime pa u siguruar që ato janë në interes të krijuesve. Votimi për këtë amendament pritet të zhvillohet në dhomën e Lordëve të hënën, duke vendosur në qendër të debatit balancimin midis inovacionit teknologjik dhe mbrojtjes së të drejtave të autorit në epokën digjitale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.